bukur edhe shkrimin, do më thënë emrin e fëmijës, së bashku me punimet e luleve në 3D në relief. Po si i ke realizuar, me çfarë është punuar, me çfarë materiali është? Atëherë kemi një lloj materiali që ne përdorim dhe na ecën shumë konkretisht edhe në punimet që bëjmë, që quhet tallçi dentare, me të cilat i punojmë trëndafilat. Është një miksim teknikash, të themi, sepse bazamenti është në dru. Mendova mos ishte në silikon edhe ndaj të pyeta, unë jam shumë e padikur për sa i përket këtyre elementve artizanal me të cilin ju punoni dhe artistikë, dhe ndaj mu duk si nga që pash edhe silikonin aty, por jo, është shumë e bukur. Edhe besoj duhet jetë shumë rezistente. Po, gjithsesi. Pra është edhe një dhuratë që i reziston edhe kohës. Patjetër, unë si ambientaliste që jam, i pëlqej shumë gjërat ekologjike dhe mundohem që t'i punoj me materiale ekologjike dhe që të mos kenë një dëm, të themi, në edhe gjatë prekjes, sepse janë gjëra që t'i mbajnë, i kanë fëmijët, i vendosin në dhomat e tyre. Ti këtu ke zgjedhur duke shkruar emrin, pra ke zgjedhur për të shkruar emrin, ndërkohë që çfarë tjetër mund të vijë kaq bukur në këtë, si quhet? Ky është një lloj kompozimi për dhuratë. Për shembull, ja dhurojmë një fëmijë për ta vendosur në dhomën e vet, dhe është një gërshetim shumë i bukur sepse zakonisht njerëzit preferojnë gjëra që të kenë foton e fëmijës në përgjithësi, por që kemi dhe një kombinim shumë të bukur thjesht me emrin dhe disa dekore lulesh, të cilat kanë edhe ngjyra të zgjedhura, kanë ngjyrën pastel, kanë këto ngjyrat e gjelbra që japin një atmosferë të gjallë. Edhe kombinojnë shumë bukur, besoj, edhe kudo në ambientet, jo vetëm të dhomës fëmijës, por gjithashtu edhe në ambientet e tjera. Mirë, një tjetër element shumë i interesant, i bërë dhurat për një fëmijë, është edhe ky seti që unë kam menduar, një set shumë i veçantë. Çfarë është? Çfarë seti është? Çfarë përmban? Ne titullojmë seti i prerjes së flokut të parë, që përmban gërshërët e personalizuara me emrin e fëmijës dhe disa detaje, për shembull kutin ku vendosen flokët e fëmijës, një krehër. Ja të shohim atëherë. Kemi kutin me inicialin e emrit, sa e bukur. Është e punuar dhe kjo me dorë dhe me gur të vegjël. Për ta kthyer në një detaj shumë të rëndësishëm, të themi, meqense ky kthehet në një set muzeu që personifikon momentin e rritjes së fëmijës. Kemi krëhrin nga bebe që kthehet në një fëmijë më të rritur dhe që e mban gjithkohës. Dhe gërshëra elementi kryesor që unë e dekoroj gati, e dua ta kthej gati në një bizhuteri, themi, me gjithë duket një fustan i vogël i bukur, tylat që janë kapur aty. Dhe preferoj shumë, sidomos për gocat. Edhe floku i parë i bebit, ë? Po, dhe flokët, dhe vendosen aty. Simbolika e kësaj është floku që vendoset në kuti. Po, kjo çfarë është? Dhe detajet të vogla këto vesh të lepurushit që i themi ne është bima që